Ky emision mundësohet nga Përshëndetje, jetë mirë? Përshëndetje. Si e? A e mirë? Marë, taj marë je? Si ka të tova. Si ka të tova. Unë, para emisionit, jetë mirë në pyeta, a dush të thiri jetë mirë, dhe të rrë Recepi, a e nishte, dhe më tha jetë mirë, kështë që i drejtohem jetë mirë. Unë jetë mirë kom qenë, jetë mirë të ngeli. Këto postet vinë shkujnë. Po. E nishtja mbetet. E nishtja mbetet, po. Si e? Mirë, ju si jeni? Mirë. Duhe ke vazhdu me misionet thjesht për të dhonë ty si një zonë për si pjesë e rëndësishme e kulturës tonë dhe për që thonë njerëzve se një drejtor ka ardhur për të folë për mënyrën se si u theq një institucion. Faleminderit për ftesën, edhe faleminderit për suportin, edhe që e përkrani institucionin ansamblin. Është një shtëpi e madhe që duhet gjithë përkrahur. Po, gur mbi gur, bëhet kalaj. Kalaj, sigurisht. Tregom kultura në përgjithësi si duket Maqedoni nga prizmi jot? Unë kam këndau në ansambël, Po. si këngëtar edhe nuk e kam patë pjesën e madhe të kulturës çfarë ka brenda në institucion. Më ka interesu do me thëmë vetëm si këngëtar, kam shkuj kam po punën teme, kam shku në shmej. Mirë po, kur hina brenda në ansambël, pa shumë problematika që ka ansambli. Se i përket kulturës në Maqedoni, normal që ka shumë pjesë të kultura shqiptare, kultura maqedone, kultura rome, kultura... Po, për shkak po veçena për... Normal që të ne i japëm më shumë përkushtim kulturës shqiptare. Po, patjetër. Dhe neve në intereson pjesa e shqiptarisë, neve në interesojnë këngët e shqipe, në intereson zhanret të ndryshme, do të thënë zhanret folklorike, këngët qytetare, këngët pollogiane. Ne zakonisht i kemi harru pjesën e pollogut. Edhe unë jam marrë me këtë pjesën e pollogut, nuk do të thosë që do merrem veç me pollogun, po do merrem edhe me Kërçovën, do merrem edhe me Kumanovën, do merrem edhe me Shkupin. Po i ra hise sepse unë jam shtej si drejtori i institucionit Pitëtove, në bie që unë të mirem me këtë punë, se mu më dhem kjo pjesa e këngëve autoktone dhe jam duke u marrë. A janë duke u zhduk këngët autoktone? Po sigurisht. A janë duke u haru, se për vjetë vdes një gjenerat, harohet? Po. Nuk du të shprehem këtë mënyrë, po ne tash për këtë moment jemi duke i bë këngët derisa kemi marrë Thret Prezreni, Mori Shkodër, kemi bë rock muzik, atë më ajo hupet si vlerë. Prandaj du që të ruhet çdo këngë pavarësisht është folklorike, është këngë qytetare, po është këngë autoktone, unë du të ruaj vlerën e asaj. Misioni jote është ai. Vlera asaj ruhet me këto, domethënë duke pas parasysh ansamblin e shtetit, duke pas parasysh të gjithë shoqëritë kulturë artistike që janë amatore dhe njerëzit shkojnë japën kontributin e vet, në këtë formë ruhen këto. Po këtë duhet ta vojë rinia që vjen tash. Patjetër, a ka interesim? Po ka interesim, po duhet edhe pak më shumë ansamblet shoqëritë kulturë artistike të koncertojnë në vende të ndryshme, sepse ne gjithmonë mendojmë të bëjmë koncert në Shkup apo të bëjmë koncert në Tetov. Jo, ne duhet të bëjmë koncert dhe në Katunde, në vende rurale, që nesër ai fëmia që është klasa e 5 ta shohë se ekziston një ansambël apo ekziston një shoqëri kulturë artistike. Unë para shumë viteve kur kam qenë klasa 5, se prej klasën e 5 kam nisë si këngëtar në shoqërinë kulturë artistike, se unë jep pjesë edhe Brumi i Xhelatisë Qiri. Ne kemi koncertu edhe në Katunde. Nuk kemi koncertu vetëm në qytete, po nuk do të thosë që kemi qenë në Turqi edhe kemi qenë andej, por kemi koncertu edhe në Katunde të ndryshme. Në gjitha Katundet që janë në pjesën e Tetovës. Unë tash kur gjo nuk mbetet se spjegove shumë mirë pjesën e kulturës, si duhet të shpërndahet nëpër komuna, edhe tash të folim më shumë për ansamblin, për drejtorinë që e drejton. A e kryta ato punët me vendimet, a janë rahat punëtorë, që jo?
Kështu, tash unë kur kam hy si drejtor, në fakt ushtrues detyre, unë kam hy me një mision. Okej. Misioni ka qenë që të gjithë ata punëtorët të cilët kanë qenë brenda, duhet të hyjnë edhe, do të thënë që ishin jashtë, duhet të hyjnë brenda. Normal, unë atë vetëm si person jetëmir nuk mund të bëhet. Ajo duhet të bëhet si me pushtet. Po. Normal që derisa ministri ka dalë ka thonë të gjithë ata të cilët janë jashtë do hyjnë brenda në punë dhe normal edhe zavendës ministri Sela Sulejmani që sot faleminderit Zotit që e kemi edhe ministër kulture, edhe gjithë pushteti thonte që gjithë ata njerëz do hyjnë brenda dhe falë Zotit në bashkëpunim me ata unë të gjithë ata antarët, pavarësisht që kam pas luftë dhe kam pas lloj guri që më kanë hudh mbi mu, dhe sot atë ditë që unë kam fut njerëz në punë, edhe ende hudhin gur mbi mu, por ka një Zot, ja kam lënë Zotit që unë do bëj mirë, ato le të bëjnë keq, edhe le ta gjejnë nga Zoti. Megjithatë, unë gjithë ata të cilët kanë qenë jashtë, i kam sistemu dhe janë sot brenda në punë. I merri ata gurët edhe bënë një kala. Po në fakt edhe unë qashtu të gjithë ata gurët jam duke i rujt, dhe të bëjmë një kala së bashku. Po mendoj atë kalan do ta nisim së shpejti në vitin 2027. Kismet me Zotin para. Çka parashihet? Aty mendojmë që të bëhet një shtëpi e përbashkët Kulturës. në kulturës, po, domethënë për ansamblin e shtetit, domethënë ansamblin ton shqiptar, sa jam ndjeni unë, do të bëhet një shtëpi e madhe edhe për ansamblin shqiptar, po edhe për ansamblin maqedon, që Do në një ideja me një kulm. Po, por në veç do jesën. Kështu me ndjenimin time që po. Veç objekti përbashkët. Unë shpresoj që do qetësohen gjonat e ansamblit, sidoqoftë ansambli nuk do të thotë që të ketë vetëm kaq pak njerëz të cilët i kemi ne në punë, ansambli duhet kompletohet me 96 vende punë. Normal, kjo duhet bëhet me një instanca më të larta, që duhet bisedohet me ata njerëz të cilët duhet të ndrohet sistematizimi i punës, edhe të nise kërkojmë inspicient, kërkojmë koreograf, korepetitor, kërkojmë njerëz të cilët janë adekuat në lëmi të ndryshme, përgjegjës të ndryshëm të cilët janë përgjegjës për orkestrin, përgjegjës për valltarët, përgjegjës për këngëtarët, edhe një drejtor artistik. Po kjo do të bëhet me Ko pas kohë. Po, ko pas kohë. A sa jeni tash për momentin? Për momentin ne kemi i dhënë 45-46 vendim. Domethënë ju qenë gjysa. Gjysma. Shqyr Zotit, faleminderit Zotit, sepse ai tash unë them shpesh që atë kapitull e kemi mbështjel, por do të dalte ajo që ata njerëz të cilët është dashur të bëjnë për gati 5 vjet që kanë qenë në drejtori, në këtë institucion që kanë udhëhequr, spaku 5 veta punësime, unë kam bërë 11 veta punësime. Okej, domethënë double. Po. Tash te këto punësime normalisht lidhet me njerëz të ri. Tregom, a ka interesim për art dhe kulturë të vinë te ju apo vetëm një vend pune? Tash dorën zemër ke institucion dhe gjithë institucionet të cilat janë në kulturë janë institucione me paga shumë të larta. Dhe normal neve prej të unë do nisim deri te i vogli janë zakonisht sefte bajtin si puna me rogër. Si a rogë. Po. Duke pas parasysh që këto të ne kanë hyp çdo gjë ka hyp çmimet, edhe në fakt dorën zemër ata e kanë me të drejtë. Okej. Interesi është shumë i madh. Por nuk do të thotë që mund të hyjë çdo kush. Ka kritere. Për shembull për këngëtarët ka kritere që duhet të ketë shkollën e mesme të muzikës, spaku shkollën e mesme të muzikës, të njohë notat, të dihet këndoje, të ketë vokal. Për valltarët duhet të jetë njëri i cili ka dhënë kontribut në shoqëritë kulturore artistike, edhe të jetë pjesë e ansamblit, duke marrë parasysh që ne gjithmonë nxjerrim me komision. Dhe komisioni i zgjedhën valltarët më të mirë. Edhe pjesa e orkestrit patjetër duhet të jetë
njeri i cili ka mbaruar shkollën e mesme të muzikës, të dihet lexoj nota sepse në ansambël zakonisht thonë, do të thonë ne, hajde një koncert ta bëjmë. Edhe hajde të vi unë të këndoj, po ama ne kemi punë që duhet të marrëm, të nxjerrim gjithë ato këngët të cilat duhet t'i këndojë dhe kush duhet të nxjerrën në nota dhe të ekzekutojnë orkestri në notacion. Përveç asaj që edhe kemi grupin e këngëtarëve që në pjesë e back vokal i atij këngëtarit i cili do vijë dhe jesë pjesë e ansamblit. Sidoqoftë ne mund ta lidhi këtë pjesën e këngëtarit madh doajenit i cili ka kontribuar 50 vite me radhë në këngën autoktone, kënga pjesë e Mahmut Ferati, do të thënë koncerti që ishte, ne e kishte pak si e pakapshme ishte pse s'mund bëhet një koncert i tillë. Do të thënë, unë kur i thosha duhet të bëhen nota, dalen gjithë këngët tua në nota, sa e ka pas pjesë e albumit, ka bë albumin rregull, por kur e mur, kur hyni brenda, edhe u hyni në lojë me ne, atëherë pas e me të vërtet ka shumë punë ansambli. Edhe shqyr Zotit u realizu, normal duke pas parasysh njerëzit të cilët dhanë kontributin e tyre, njëherë Komuna e Tetovës që përkrahi drejt përse drejti koncertin, Pallati i Kulturës, ansambli si ansambël dhe kompozitorët Valton Beqiri, Ylber Aslani edhe Agroni. Shumë mirë. A bon më bësh një krahasim mes se ti një grupe shoqërore, kulturore, artistike, institucione në Kosovë, Maqedoni dhe në Shqipëni, a bon më bësh një krahasim mes të tre shteteve ne ku e kemi vendin si Maqedoni? Si shqiptarët e Maqedonisë? Tash nuk du unë të dal më i mençur, se duke pas parasysh të gjitha këto pjesa e ansamblit të Kosovës dhe ansamblit të Shqipërisë, për çdo respekt, unë i kam miq, shumë miq të afërt, por ato janë njerëz të cilët me kredibilitet, me reputacion 70 vjeçar. Duke pas parasysh ato njerëz të cilët kanë kontribuar 70 vjet, ne si ansambël jemi 7 vjet. Por 10% që ne imi afru deri diku, por këto janë 3. Dhe këto do arrin shumë më shumë. Ato nuk du të thëmë tash se unë i kam kitë miqen dhe thënë ne kem plak, po ato kanë dhënë shumë kontribut, edhe ato normal si të thëmë e kanë harxhu veten. Kurse këto ende janë prag të asaj, sidoqoftë ato janë mbretërit e vallës, mbretërit e këngës dhe mbretërit e orkestrit të ansamblit të Shqipërisë dhe ansamblit të Kosovës. Por këto janë 3 dhe besoj që në të ardhmen do bëhen edhe më të mirë. Shpresoj që nuk do të thotë që unë da udhëheqi këtë sa t'jem gjallë, por dua që t'i mësoj njerëzit të cilët të udhëheqin drejt dhe mirë edhe njerëzisht. Jo me ti mundohesh tash themelin ta bësh si duhet. Unë shpresoj tash të ardhmen që do merrem kushtimisht me punën e shtëpisë, duke pas parasysh një falimnderim shumë të madh Zotit që na e mundsoi të hije ministër shqiptar Sedat Sulejmani, edhe besoj që në të ardhmen Sedati do përbëje çdo përpjekje për ansamblin që të ketë shtëpinë e vet. Shpresoj. Tregom tash, ne folim për kulturën tonë që ju e përfaqësoni me ballë dhe me muzikë. Ku e shihni, a shihni si rrezik AI-n në aktivitetin tuaj? Në fakt, pak më parë kur bisedojsha për punën autoktone, desha ta lidhi, por që fati që pritet tema. Da ndrysha tema. Unë prej kësaj AI që është, unë frigohem shumë, sepse shumë njerëz do ngelin pa punë. Sepse unë personalisht jam një këngëtar i cili kam bën kontribut 33 vjeçar në karrierë skenike, edhe shoh që punën e orkestrit e bën kjo AI që është inteligenca artificiale, njëkohësisht edhe punën e këngëtarit. Po njëkohësisht edhe pjesën e kamermanit e bën ajo, sepse bën edhe spotin, edhe këngën, edhe orkestrimin, edhe montazhin, kështu që veç i japësh urdhrat, duhet bëhet kjo, edhe vazhdon. Unë shoh edhe pjesa e administratës që sot
kërkosh një dokument edhe për 2 minuta bëhet. Po. Se qëra herë ne jemi ulë dhe kemi bë dokumentin, na ka marrë kohë në fakt. Një ditë. Mund edhe një ditë Po. them. Mund desha të them gjysë ore, po që një ditë. Po. Po kurse tash e ki më të shpejtume. Edhe frigohem sepse shumë njerëz do ngelin pa punë. Është e mirë se robota s'din të luajnë valle, kështu që. Po. Jo, robotat në të ardhmen sa që i shofun edhe ato. Dimsojnë vallet. Dimsojnë në vallet. Po, ama kur ti thuaj robotit ta lojë pendushkën kështu. Pendushkën do bëhet pent. Tregom thjesht ti si ndjehesh me kulturën? Si ndjehesh mbas 35 vjetëve? A je lodh? Në fakt Jo me drejtorinë, përgjithësi me kulturën. Drejtorinë nuk e futin këtë lojë. Unë kam dhënë kontribut në Tetov, një herë kam qenë 20 e diçka vjet tash mos më ka për fjalë dirigjenti i korit të qytetit. Okay. Në vitin 2005 kam themelu është shumë mirë për opinionin të dije se dalen shumë njerëz dhe krekosin unë e kam bë. Në vitin 2005 unë kam themelu shoqatën e artistëve art klasik, ku aty bashkë me Teten Gzime kam përpilu një projekt i cili ishte projekti i këngës qytetare. Duke marrë parasysh që kish një festival në Dibër, festivali nuk u bëma, quheshte festivali Penestia, mirë po unë shumë isha i dhënët mbas këngës qytetare dhe mra para që në kuadër të art klasikut të themeloj një grup apo një festival të këngës qytetare në Tetov, kryesisht në kuadër të art klasikut, desha ta bëj. Dhe me bashkëpunimin e Tetes Gzime ne bënëm një projekt dhe e dërguam në Ministrinë e Kulturës. Ne pranu? Në kuadër të asaj, po, u pranu. Atëherë ne pranoi, më duket Ilirian Beqiri ishte ministër. 2007 ka qenë. Atëherë ai ne e pranoi, edhe festivali u pranu dhe unë isha dhe në kuadër të kryetarit të bordit në Pallat Kulturës që e mendojsha që isha pjesa asaj edhe do jetë shumë e mirë edhe shumë e dashur për publikun. Mirë po, ndërkohë më dhanë një ofertë për të dirigjuar një grup grash, sepse më herët unë kam dirigju grupin e burrave të tovarët, normal ato kishin bizniset e tyre edhe normal u largun nga kjo pjesë. Atëherë u hap si pjesë diskutimi për të bërë një grup grash dhe u bë Kori Teuta, u quajt që vazhdojnë ende na bëjnë krenar. Ashtu. Kështu që unë këtë kor e kam themelu, po e kam marrë dhe e kam ushtru 20 e diçka vjet. Në kuadër të kësaj grupit Teuta që u bë, ne e pakzum festivalin Teuta. Dhe sot a ditë është, por opinioni duhet ta dije që Jetmir Rexhepi nuk ka vdek. Jetmir Rexhepi e ka bë korin Teuta, Jetmir Rexhepi e ka udhëheq grupin Teuta, Jetmir Rexhepi e ka themelu festivalin e Teuta, që sot e atë ditë, deri sot, unë jam kryja atij festivalit. Pavarësisht që dikush krekoset të unë ashtu kështu, por duhet realitetit dale një herë e përgjithmonë. Festivalin e këngës qytetare e ka udhëhequr Jetmir Rexhepi dhe Jetmir Rexhepi do ta udhëheqë. Pavarësisht që unë nuk shkoj mbaj prova, sepse unë kam detyrime tjera, por mu më dhem ky festivali, mu më dhem ky kori. Pjesa e korit, nëse ato mendojnë e duan korin, unë e dua më shumë se ato. Sepse kam dhënë gjysmën e jetës, 20 e diçka vjet, kam dirigju korin, dhe e kam udhëhequr festivalin si festival dhe do të vazhdoj. Nuk do të ndalem unë me pjesën e festivalit. Vula e fundit do të jem unë në festival. Kështu që mos lodhen më njerëzit që u mbajtën të u lodh, e kemi bë. Unë i kam ketë me dokumente, me proces verbale, kur a themelu, si themelu. A kur do i lësh krejt kulturën? Krejt kulturën dalon kur do dalem, kur do nxjerrin këtë fotografinë se zemra e Jetmir Rexhepit pushoj, që atër dalo kulturën. Derisa se me kulturë, une ushqehem dhe jetoj. Unë pavarësisht që kom pas shumë luft në për portale, në për ludhe gjojash,
Ja mirë qa këngës edhe u qetësosha. Kështu që Vaj, burit është kënga. Si të qoftë, unë jam i pastër, edhe Zoti e di, dhe krejt e din, sepse nuk e kam ditë se kur marrësh një post, atëherë sulmoj. Se kur isha këngëtar, kërkush nuk më sulmojtë. Por duhet jesën diçka të kënaqet njerëzit që në një institucion është një njeri i cili është i duhur, që e një punë. Tash më lavdro mu për viti, po në këtë vend ku jam unë, është një njerë i duhur, i cili është pa hile. Une kam pas mundësi çdo kujt t'i thom, duhet të hinsh punë, po. S'ka problem. Ose ta ndroj njerin, jo se kam ndru asnjë. Pse? Se une i jam frigu Zotit, më bëj hile, se kemi fëmijë, prandaj Zoti inshallah mua ndrejton Zoti. Që unë jam i lidhët me Zotin. Pavarësisht njerëzit që flasin, unë jam i lidhët me atë loçkën nalt, edhe ai çfarë do thot, ajo do bëhet. Që më dal shumë mendoj hoç, po unë me të vërtet jam shumë i lidhët me Zotin, edhe nuk du të bëj hile askujt. Sepse nesër mund dikush tjetër të më bëj hile. Po. A kush më bën hile, Zoti inshallah ja kthen. Çka ke bo do ta bëjnë, një do ta kthejnë. Me atë kartë. Po. Me atë kartë. A bon tash Zoti ta ka dhënë zorin, unë ta pëlqej shumë muzikën, në moment i ke këndu ndimi e 10-ën të vllaj, të dash me vllajt. Po. Edhe prej atëherë unë mba mend si vlerë shtume e shoqërisë, zgjidhe muzikën që do të këndojsh edhe nisja. Unë për gjithë shikuesit e tu, për çdo respekt njëherë për ju, që keni dajt kohë edhe të dëgjoni këto problematika që i kemi ne brenda për brenda, por shpresoj që në të ardhmen do rregullohen së shpejti, sepse ka një gjë. Çfarë kam thonë unë, me izën e Zotit është realizm. Çfarë kam thonë, gjithë njerëzit do hyjnë punë, gjithë njerëzit janë punë. Çfarë kam thonë dhe çfarë do them, me izën e Zotit shpresoj që do bëhet. Për gjithë ata njerëz të cilët i ke teleshikues, unë do t'ju dëfrej me një këngë të cilën unë e ndjej në shpirt, derisa unë e ndjej në shpirt dhe gjithë publiku e di, do me thënë çatë këngë do ta këndoj ti sot. Unë jam shndruar tashmë në vesh. Unë e uroj suksese. Faleminderit. Spari shëndet bashkë me familjen, edhe sa më shumë emisione të tilla që njerëzit ta kuptojnë realitetin. Po, patjetër. Faleminderit. Ta kurdohen. Vin vaporat majnane, bregu dejeti. O dile shifni majnana, sjerot mrejetit. O dile shifni majnana, sjerot mrejetit. Disa qajshin majnane, disa kënojshin, o nga një letër majnane vi late qojshin. Jalan nga një letër majnane vi late qojshin. Nga një letër majnane, qojnon vilajate. O, për 7 vjeto majnane na presin o grajate. Jalla për 7 vjeto majnane na presin o grajate. Mos na preqin majnane për o 7 vjete. O leti marin majnane
burrat pleqe. Jalla leti marin e majnane, burrat pleqe. O burra pleqo majnane, pleqo me mjekër. O inshallah vjen o majnane naj devër tjetër. Ja inshallah vjen o majnane naj devër tjetër. Falenderën juve, veç një se du të thom, se mu e Zoti më ka bo direktor për këta. Që nuk mërzitem une. Unë e thash para se më prapë të thom, jam I lidhet me Zotin, falenderë shumë, që familjen e kom shëndoshe më në një udhë të drejt, ama une e drejtor jam këta. Pavarësisht ajo mas jam, une këta më ka bo Allahi, gjele shanu mu. Shqyqirë për Zotit që kemi artist, dhe kemi njerëz që duhen punën kaq shumë. Kënaqësi për kohën, kënaqësi për mundësinë edhe për zbavitjen. Ky posti mu më ka bo pak më të mençëm sepse unë nuk jam marrë shumë me të mirin. Jam marrë me pjesën artistike. Me drejtorin jam. Me drejtorin. Kurse tash do nisë të mirën pak me të mirin. I kam lënë pak Simonos jetë pikë. Edhe njerë shumë falender, Zoti ju rujt. Amin. Edhe kismet në Allah I para veç shifemi për të majrë. Me kënaqësi. Me projekte të reja. Po, patjetër, faleminderit. Ky emision mundësohet nga